do t'i bëj thirrje vetëm ndjenjes studentore, duke filluar nga ato student 19 që kanë me zhgënjyer në protestën e 19, sot zoti i thret për herë ty të rregulloj gabimin e parë. Gjithashtu i pagave studentëve dhe të gjitha etapave. Bindi këtu, unë vik shumë lartë dhe dua që ky vend të gjithmonë studenta, para studentat, sot i më ka studentat. Përshëndetje, unë jam Romina Karavani dhe jam studente, e cila ka shëtruar natë dhe unë e vetë kundër korupcionit, ku i kam të gjithë studentat, sot ka kjo protest, u të thirrja të gjithë studentëve, e jani, kryuni, të protestojmë të gjithë së bashku, vetëm për një arsye, për një qëllim, të nësojmë ta, që në ka vjelu të tashmen, të tashmen, sot e kryeministër, kundër atimit ta, të në margoni, atë Arseni! E tirama o ai tutto, ai tutto, ai tutto. E tirama o ai tutto, ai tutto, ai tutto. Jam Mariana Simi, vi nga diaspora si shumë e shumë bashkëdetar, tush kanë ardhur, ka lënë punët e tyre. Kanë ardhur që t'heqin frikën populli që është në terrorizim total, që nuk ka guximin të kërkojë të drejtat e tyre, po fshirë në ririn se t'i kërcënojnë me kempin, me ndihmën ekonomike. Ka vajtur ndjenën për çadrat e devotët, dhe shumë njerëz më prestuar, po vetëm 50 veta edhe. Duhet të vinin gjithë populli i devotët, gjithë fermerët e devotët, që jodhën bollët në rrugë, jodhën bollët në katastrofë, po vojnë të kërcënojnë, që mos ngrenë zëri. Prandaj miq, në qoftë se ju nuk ngriheni, ne nga diaspora do vim vetëm për ju të heqin frikën, se të roshi lirë në këtë botë është gjëja më e shenjtë. Ngriuni, shpëtoni nga kjo diktaturë të mëshme. E tirama, o ai tut. Të dashur miq, na falni se më parë më ndërpreu me kur po flisja ndërhyrja e atyre që kërkojnë fytyrat e personave që duan të jetojnë të lirë, edhe duan që t'i marrin peng apo t'i ndëshkojnë ndryshe me atë që ata kanë në dorë. Ta zotrin që rinë për dritare tot edhe na vëzhgojnë, rinë sepse po ju ikën toka poshtë këmbëve. Dhe kjo është arsyeja. Prandaj nuk duhet keni më frikë nga askënd, nga askush, as për një vend pune, as për një ndihmë ekonomike apo për një asistencë, sepse digniteti shqiptarëve vlen më shumë. Ju përshëndes të gjithëve. Vina Vlora, kanë qenë një agent policie, quhen Thimi Mina. Patjetër duhet ta keni parë Facebook e TikTok. Thimi Minës, policia e Vlorës, prokuroria e Vlorës, gjykata e Vlorës, përmbarimi i Vlorës, i ka zhdukur 3 fëmijë. Kam 5 vjet që po kërkoj fëmijë. Nuk të asnjë përgjigje. Po më kërcënojnë, e po të më vranë. Shokët e mi, ata më vranë nënën. Ata dera, përveç nënës, më burgosën. Po të më vranë brenda ambur, më vëmë bombën, poshtë makinës. Po të më jepu me në së fundi, shumë e shumë krime të tjera. E më në fund fare, sot më ka zhdukur fëmijë, që nuk di ku i kam fëmijët e mi. Shokët e mi, kjo është banda e Urezalkës në Vlorë. E në krye e Rion Shari, që bën sot krye prokuror, ka falsifikuar dokumentat që ka zhdukur fëmijë. Ja shteti shqiptar. Thimi Mina nuk di ku janë fëmijët. Ku janë fëmijët? Po! Kërkoj, shokët e mi, kërkoj një sot të më vrasin djalin. Dhe para 15 vite kërkoj të më vrisin e mua. Shikoni të shumë e këto. Shikoni, po i djone të drejtorisë policisë shtetit. E je, shikoni të gjithë, unë kam qenë shofer. E sot është, drejtori për gjithë i kryeve, Sokol Bizhës. Qa e që vete në drejtori të policisë shtetit? Kësëllohem, po pse do të këpëqohem, pse nuk pjetë informacion? Ku janë fëmijët të Thimi Minës? Ore, ku janë? Gjava e atë, i këtitura, sa ku janë ure? Ore,
Fëmijë nuk do të fajë mundore. Pa që gjua sëri fëmijë, të vimina nuk do të fajë. Jo përshëndes shumë të mi. Shikoni Facebook e TikTok sa më ka punuar. Dhe sa i punoj këti populli. Ti vimina ka shkutuar fëmijët dhe nënën e tyre se nuk kanë pasur probleme. As në nënën e tyre. Po policia vlosë, një super bank kriminal. Dhe sot në këtë momente, po ta shikojnë të po presionojnë dhe nga policia vlosë. E fotograf, po si nuk do një njëriore. O e din një njëri që të i tajë të viminët. Ko janë fëmijët ose ndëllë këtë problem. Së ndëllë shto që. E përshëndes policinë e shtetit, ata që më njojnë, nga shtota deri në blok, që më njojnë që të gjithë, që kanë vredhur gjithë Shqipëri. Në 90 deri në 2011. Ju përshëndes shumë që një, besë një informacion nga policia shtetit, jo nga prokuroria, nga policia shtetit, informacion ku janë fëmijët për të gjojnë sëri. Të të gjojnë sëri në të kanë gjalla e atreku. Nuk pranon prokuria vlosë të më japë informacion. Ore janë të po të më japë. Në këtë dokumentin e të ka fëmijët. Ku janë në tjerë ku të duan. Janë njëra ndej, po të gjojnë sëri në të me të takoj fëmijët e mi. Po këta ka përdoru gratë në krim. Ta kanë përdoru fëmijët në krim. Përdoru idealin. 11 vjeç për të vranë papën e ti. Për të përgosur papën e ti. Po është turpo. Të dalun ata që më njojnë mua këtu. është turpo ata që më njojnë mua. Të dalun këtu. Jo përshëndes e gjithë. Po i bëj thirrje. Më jep një informacion ku janë fëmijët. Përshëndes gjithë ju njerëzit e lirë që keni vrarë frikën. Dhe i drejtohem të gjithë atyre që janë përpara televizorit. Nëse nuk kanë vjedhur të vinë në shesh, nëse nuk ka bërë krim, të bashkohen, është koha, është momenti, që themi jo korupcionit, krimit administrat. Janë të djallë që në basi studiova 10 vjetë vendosa të rikëthejmë në vde, dhe se kisha mundësi punoja në shdo vënd të Europës. Jam me 3 mastra shkencor, doktoratur fushë të sigurisë. Doktor Hoxha në kohë që duhet pesha benefitet e arsimimit tim. Doktor Hoxha për vetëm një arsye, për të thënë njerëzve, nëse nuk keni vjedhur, priteni frikën, hajteni në sheshe, se këta e kanë punqur kupën. Çfarë duhet të bëjmë më shumë? Kanë vjedhë miljarda, ku duke si qintarka, ku duke si lekët e bukës, apo pensionet që bajnë qysh rritan. Kanë vjedhë miljarda, ku duke si qishet e verë që piga 35.000 euro. O njerët administratës, nëse nuk keni vjedhur, bashkohuni me ne, se koha e tyre ka baruar, ka ardhur koha e një brezi të ri, të papërnyer, pa i pudurtuar në gjakun e shko shteta si shqiptarë. I drejtohen nga këtu gjitha bizneseve të ndeshme, që paguajnë taksa çdo ditë që ky shtet të ekzistojë. Kriuni o njerëz pristima, kriuni se na pinë gjakun, do na pinë nga palcën, na ka ngel vetëm fare valiqe, edhe të emigrojnë të ne. Po stalini vetëm, po adë bashkohemi me qindra me mira, po sta demoralizoni që të emigrojnë të ne. Jemi shpesa e fundit, ku e ti thyje, priteni frikën dhe blidhur i shesh.